Mirë mbrëma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Mirë mbrëma dhe mirë që vëgjeta, kënaqësia është e imja, sepse t'jesh në një auditor kësisojt, me një gazetar që është shumë i çmuar dhe me një auditor mbrapa ti që po e përcjellim me vëmendje është kënaqësi. Prandaj faleminderit shumë. Faleminderit shumë që pranove. Moti nuk pas kam parë në media, po unë kujtoj që kur ishe si kryetar dhe unë isha autor në emisione tjera, ju kam intervistuar. Sot ta kam dhënë një sfidë. Po ndëgjojmë edhe pse ka qenë, unë e marrë me gazetarit të jetën, po ka qenë ma e vështira mundshme. Po e lexoj. Tash është ma e vështira sepse njëri gjithmonë në jetën e tij ka problemet më të mëdha mund të ketë me vetveten e vet, jo me të tjerët. Kur e zgjidh problemin me vetveten, pastaj e ki lehtë me të tjerët. Kështu që edhe me letrën e pata vështirë, e letra është kjo. E dashura vetja ime. Po ta shkruaj këtë letër, jo për të gjykuar, por për të kujtuar. Kam menduar shpesh për ty, për mënyrën si ka qëndruar përballë jetës, në çast të gëzimi e hidhërimi, kur rruga shfaqe e mbyllur e me plot rreziqe dhe je detyruar të kacapytesh filli vetëm dhe i heshtur kur të tjerët kanë pritur britmen tënde. Kemi kaluar shumë çka në rrugën e gjatë 75 vjeçare. Disa gjëra i mbaj mend mirë, disa të tjera i kam mbyllur thellë për të mos i ndjerë më, sepse zhurmojnë idhët e ëmbël mu si është kjo botë. E di, aq shumë herë të kam shtyrë për te kupjerit të së mundshmes dhe ndjej keqardhje që të kam detyruar të qëndrosh, madje edhe të buzëqeshësh kur ke pas nevojë për të qarë. Mirë po, falje nuk të kërkoj, jo, asgjësi, sepse ka qenë koha për bashkëveprim me të tjerët që kanë sakrifikuar gjithçka dhe sakrificën e tyre e kanë quajtur të pamjaftueshme. Jemi dëshmitar të qëndresës titanike të presidentit Rugova që kur nuk u ndal, kur nuk u lodh, askur kanceri i abluante mushkrit. O vetja ime, atë kujtohet Adem Jashari, njerë ju i heshtur prej mishi e gjaku që thoshte është pak 100 herë për të vdek për atë dhe. Prandaj, duhet t'i kujtojmë herojt tanë, Gjemal Mustafën, Kolonel Ahmet Krasniqin, Salit Shekun, Agim Ramadanin, Tahir Zemajn, Jusuf Gërvalën, e shumë të tjerë, të gjithë ne që na kanë prekur ose i kemi prekur në ata, të paktën fjalën e tyre dhe veprën e kemi shijuar gjithë. Vetja ime, nuk po të kërkoj falje, por po të falenderoj që zgjodhe udhën e besimit, në shërbim të së vërtetës dhe drejtësisë që janë kryevlerat më të shenjta të njerëzimit. Ti nuk je i përsosur, dhas nuk e pse t'jesh. Ti je një qenie thjesht që je përpjekur dhe kjo është e mjaftueshme për mua dhe për çdo njeri. Mos harro, jeta nuk është një vije drejt, por një rrugë me kthesa, me rënje ngritje dhe plot befasira. Të gjitha i ke përjetuar, prandaj nga ky çast e tutje do të mundohem me të dashur më shumë, jo për atë që ke bërë, sepse nuk ke nevojë, por për atë që nuk ke nevojë me kthy kokën dhe me shiku mrapa shpinës, dhe kjo të mjafton. Mua dhe ty, vetja ime. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të nisem nga një fjali, nga ky çast e tutje do të mundohem me dasht më shumë. Po. Nuk e ke dasht mjaftueshëm. Nuk kam pas kohë me dasht. Që të jam i sinqert, nuk kam pas kohë, bile po hym për nërë të gjërat në shtëpak intime. Një zonje imja që më ka bo shtëpi, gjithmonë ka pas arsye më ankun mu me thonë që ti për tonë bote një kujdes, po jo për familjen. Dhe është një vërtet e madhe, fëmija me janë rritur, pa i pa. Fëmija me janë dalë në punë, pa i njohur mirë. Kështu që nuk kam mjaftua vetvetja dhe tash do normalisht. Kanë qenë kohët tilla. Absolutisht. Kanë qenë profesionet që i ke zhvilluar ti. Absolutisht. Absolutisht. Ne thash njerëzit kanë sakrifikuar, ne jemi të gjithë dëshmitar se çfarë kanë dhënë njerëzit. Bile kur i kujtojmë se çfarë kanë dhënë, atëherë shohim sa të vegjël jemi, sa pak kemi bë. Po tash si gjysh, po e kompenzon atë kohën? Po,
Po, është një kënaqësi jashtëzakonshme. I kam 3 mesa dhe 3 nipër, që janë pa dyshim krye vlera e ime, një ngushëllim jashtëzakonshëm. Unë konsideroj që jeta më ka dhuru shumë dhe si 76 vjeçar gati, me thënë jam plotësuar Në lule të pleqërisë. Po duk na mirë. Po dukesh mirë. Nuk dihet. Si që është lulja e rinisë, që thonë, është edhe lulja e pleqërisë, të më thonë e moshës. Po, komplimente, jeni në formë. Faleminderit shumë. Do ta shohim një led, një foto, shumë mbrapa në kohë. Po, është fotografia e parë e jetës time. 6 vjeç, E parë e jetës. e para shkrepje në mua është kjo fotografi, 6 vjeç. Ku jese, nuk mund ta di. Jam i pari me flok të bardha në skaj. Okej, po. me I rendin- pari me flok të bardha këtej. Po, me thonë, një kohë 75 vjeçare, jo, 69 vjeçare dhe bjen, se Po, 6 vjeç, 6 vjeç, do të thotë, kjo fotografi me knaq, se është e para që do thonë e shërbetën në një pasqyrë, po ma shumë se kjo ka rëndësi se ata fëmijë që po e shihni aty, të gjithë sot janë me emrat mëdhaj, me profesionet të mëdha, njerëz që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë, dhe të cilët me bëjnë me mendu se unë jam i pasur edhe me shoqërinë, me njerëzit që me të cilët kam jetuar. Fjala është për Prizrenin, për gjithë këta janë nga Prizreni, shumica prej tyre edhe sot e kësaj dite aktiv dhe shumë të I nderuar. njihni, i mbanin mend, Patjetër. kjo është asa e pari bie. Foshnjorja, atëre thëshëm foshnjore, parashkollorja, po. Po, shumicën e tyre, po. Po, bile tash së fundit e kemi festuar 55 vjetorin e maturës, me pjesa dërmunë që tyne kanë qenë aty, dhe kemi krijuar një takim tash javor, mu takuar kusht mundemi në Prishtinë, dalim të gjithë, e pim nga një kafe dhe kujtojmë Okej. kaluarën. Mësusja? Shahzade, po, më jamnin nuk mund të Okej. asi, sepse u përpoqa sot me lypë, unë i kom shënimet, po nuk arrita me gjithë, më thonë, më ka i kur emri saj, një mësuse e mrekullueshme, e cila nëse kur gjë tjetër nuk më men, maj për këdhelet e saj, të jashtëzakonshme, sepse ka qenë e vetë një mësuse që ka dalën të dera shkollës, me i pritën fëmijët edhe na ka prek të gjithëve në kokë për me hyrë në klasë. Është një dhuratë e jashtëzakonshme që sot Kështu e mban mend. absolutisht kështu e mbaj mend dhe unë e kujtoj që është dhurata më e madhe që ka mujtë ndikush me dhënë sepse më ka marrë malli me i pa mësuesin të dera, me i pritë fëmijët edhe me i përkthel. Sa ajo përkthjelje, mirë se ardhi. ajo përkthjelje në kokë është e jashtëzakonshme, është e pakompenzueshme, është dhurata më e madhe që mundesh me ia dhënë fëmijës. Ajo zonjë, pa dyshim, tash nuk është, sepse e di që ka vdekur, po është e gjallë tek ne dhe ka me qenë e gjallë gjithmonë, me përkthjeljet e saj, me duart e saj. Shembull shumë i mirë. Si ishte fëmiria atëherë për ju në atë kohë? Dhe si ishte ajo farë ndjenja për të shkuar në shkollë, për të shkolluar? Do më këthy shumë shpejt me diçka shumë të jetë. Është viti 1956, Kosova, ata që në pak matë më shuar e din, kanë qenë në ditet më të vështira të mundshme për Kosovën, sepse ka qenë një veprim një Periudha e një Rankovicit që e njohim periudha e atëherë. Rankovicit, Kërkimi i në të cilën armëve, kohë, ato. Unë si ai fëmiu aty që po e shohim, unë kam pa njerëz të më thonë të rrahur, të raskapitur, njerëz të majtur në përpodrume të ftoft, e po zonë kokën time është ende sot një fëqiu ynë, i cili ka najtë gjithë natën në ujë dhe të nesërmen ju ka najtë këmbët edhe qizmet nuk mushen me janë zerë, po me gërshër i kanë prej edhe i kanë hequr, me thonë si fëmi, si 6 vjeç që ma e men, edhe Periudha e randë. 1956, dhe me fleta, lakre, turshi, me ja zbutën dhimbjet. Ka qenë një kohë bukur e gjatë, që kër i kom parë lakë në turshi, unë kam mikë për i tyne, s'kam dashur. Dere, jem rritë edhe kom me ndu pastaj se letë, se së është ajo dhe më dhe jetë trishtu, një trishtim jashtëzakonshëm. Një traum. Traum, absolutisht, po fati mirë, mëse thamë se dhe shikom mund edhe nga veshët mundet me pa, familjet tona kanë qenë aqë të përkushtuara dhe me një bindje të thellë që duhet të kushtohen shkollimit, sepse atëherë është e vetë një shpresë e shqiptarëve në Kosovë ka qenë drita e shkollës. Edhe unë mendoj që atë dritë shkollës që kanë bërë prindërit tanë ka triumfuar.
sepse ne sot jemi aty ku është gjithë bota. Më thonë, jemi me të gjitha të mirat që mund t'i kemë dhe që është plotësuar ajo kërkes edhe ajo sakrificë, edhe asaj mësuese edhe aty në prindë. Faleminderit shumë, me qenë se jemi duke kujtuar fëmirin, e kemi një video të një shokut tuajt fëmiris, i cili ka lexuar disa fjalë që i ka shkruar për ju. Ka ndjekin. Kërë film do të ishte jo i plot nëse nuk përmendet edhe koha dhe sa ishte në zonën e gjimnazit Skënder Zogaj. Ishte krijues më i mirë se unë dhe shumë të tjerë që mirëshin me shkrime dhe paraqiteshin në paror letrare. Skënderi mor guxinin, pasi u bë antar i klubit letrar Fanzanoli Prizren. Për të folur për të është privilegj dhe krenari e madhe dhe një përgjithësi e rëndësishme. Për të folur për Skënderin, unë e kam dobësi, edhe pse për Skënderin na lidhin shumë gjëra e sidomos nga vitet e 60-ta. E këndej, kur shumë net na kanë zbardhur mbi makinën e shkrimit. Kur përmendi Skënderin më kapin emocionet, por pavarësisht emocionet do t'i them disa fjalë për Skënderin si autor, redaktor dhe recenzent i shumë librave. Skënderi është një lum i pashteshëm që gjatë rrugtimit të tij nuk vrapon vetëm drejt depit, por shohen edhe për të shuar rretjen për dije, për art, për kulturë dhe mbi të gjitha për dashurinë njerëzore. Kur them kështu, e kam parasysh Skënderin si gazetar vështrues nga pjesët teatrale, nga festivalet e ndryshme, si në Kosovë edhe jashtë saj. Skënderin e kam parasysh si poet për fëmijë, ku kryesisht janë vjeshat kushtuar nipat, mbesa, nënës, gjyshës, trimave, kombëtar dhe natyrës. Skënderi është edhe poet për të rritur, pa harruar edhe Skënderin publicist. Pra, çfarëdo që dhe sado që të flasësh për Skënderin është pak, sepse përsëri do të mbeten gjithçka pa u thënë. Skënderi të dëshiroj shëndet dhe i uroj që të vazhdoj punën si shkrimtar, si publicist dhe të na dhuroj edhe shumë libra, shkrime me vlerë publicistike dhe artistike. Faleminderit, e falenderojmë Salajdin Krasniqin për këto fjalë. U kujtoi gjimnazin, orët letrare, hapat e parë, po besoj tuajt në letërsi. Po. Salajdin Krasniqi është një prej poeti më i mirë padyshim në Prizren, momentalisht, një njeri mrekullueshëm, dhe ta prapë mos e po thirremi te vlerat e njerëzit në vitin 72, kur ka qenë ajo Lia. Ky person në mënyrë vullnetare, kur ka nikë edhe padyshim edhe mjekët janë preguar sepse Lia ka qenë në çfarrosës në atë kohë, ky vullnetarisht është vendosur në atë pjesën ku janë strehuar të smurit dhe u ka shërbyer deri kur ka kalu Lia. Një person i jashtëzakonshëm, sinqerisht u ndjeva tepër mirë se të marrësh fjalë të mira për Salajdin Krasniqi që është dhuratë shumë e madhe. Kemi punu bashkë me Solën shumë, ai tha për mua, po unë po e tham publikisht se Salajdin Krasniqi është shumë herë poet më i mirë se unë. Pre nga u orientove ti në letërsi? Nuk e di, unë kam qenë hartues i mirë i hartimeve në shkollore, dhe atëherë ka qenë një profesor jashtëzakonshëm në Topalli, një profesor i yni në Prizren, dhe ai ka qenë nxitja ime e parë, sepse kur bënim hartimet shkollore, kur e bente zakonisht e merrte hartimin tim dhe lexonte, e merrte si një shembull, edhe normalisht është ajo nxitja e parë që të ndodh brenda vetvetes. Krenari, kënaqësi që të nxit. Mehmet Topalli, do të thonë, është tash ndjeri, është personi që më ka nxit për të marrë me krimtari. Pastaj se antari klubit letrar në gjimnaz, pastaj e Po në shtëpi, çfarë të thonin? Jo, se unë në shtëpi kam pasur një fatkeqësi të vogël, po edhe kjo e vlen është me thonë sot. Baba im ka qenë i burgosën politik, ka qenë kryetar komune, masfari, pastaj ka qenë burg, mas burgët ka qenë i smur me vitet e tëra dhe ne kemi luftuar për ekzistencë, me fol drejt. Po baba ka qenë adhurues tepër i madh, edhe pse i smur, ai nuk ka kalu asnjë ditë pa lexuar Rilindjen. Edhe kjo, do të thonë, ka qenë ndoshta që ma ka forcuar ndjenjën që të jem me aktiv.
kur unë jam bërë gazetar në botën re, në atë kohë a i ka festuar. Me thonë, edhe pastaj ti nuk e pas qara rrugë tjetër, po pa e ndjek atë deri në fund. Normalisht, prej gazetarisë kom hangër bukë, jam përpjekur me shku edhe ndë një vjersh, jam shumë i gëzuar kur dikush i pëlqen krimet e mia, sepse është mirë çdo punë që e bën njeri nëse dikun e gjeni pa ngushëllim. Tani, ma shumë gazetar apo shkrimtar? Gazetar. Ka shijuar, cilat ka shijuar? Gazetar. Gazetar e kam dashur shumë, edhe e dua edhe sot e kësaj dite, një gazetar është sa një kryeministër, gjithmonë, sepse nga një gazetar mund të priten 20 format shtetit, ndërsa nga një kryeministër pritet vetëm një formë shtetit. Gazetari është kreativ, është njeriu që i jep vizion botës. Kështu që unë si të tillë kam përjetuar, si të tillë kam shërbyer, dhe jam i lumtur që një karrierë të tërë e kam bën gazetari. Cila ishte një pyetje që gjithmonë ja u bëje mysafirëve, ose personave kur i intervistoje? E ke ndonjë pyetje të veçantë që e ke pas? Jo, unë jam përpjekur që intervistat, bile tash e kam një libër me intervistat që kam bërë me personalitetet e ndryshme, jam përpjekur që me i vjedh ato që ai nuk dënë mi thonë. Kjo është e vërteta, dhe jam përpjekur me gjujt anash, me nxjerrni diçka të veçantë, edhe shumicën e intervistave që kam bërë i kam me autorizim. Më thonë, mas që kam bërë intervistën, nuk e kam votuar pa e lexuar personit që e kam intervistuar. Qenë procedurë standarde? Standarde, po kemi mujtën nga njerësh edhe mos me shku, po unë e kam pas shef që me gjithat e me na plajt bashkë edhe me qenë intervista sa më afërt me dy palet. Normalisht, se ti është gjithmonë një pyetje që në fund bazon çka mas kësaj, ose mas këtij suksesi, ose mas këtij dështimi, çka, sepse fundi gazetaria ka që ata. Okej, a mujme ta bët njëjtën pyetje unë ty? Patjetër. Çka mas kësaj interviste? Mas kësaj të shtëpia. Jo. Është e vërteta edhe këtë Resul. Unë jam 76 gati, kam menduar se duhet më tërheq, të rritë duhet me qenë edhe të ti kam marrë me kënaqësi të veçantë, edhe pse në një parforme kam fillu me thonë që nuk duhet me shku në për intervista, me thonë të rritë në të flasin, po mas kësaj qofshim shëndosh edhe ju pafshim mirë ju të rritë. Nëse ju ecni, nëse ju zhvilloheni, ne mosha jame është e lumtur. A mund të ma bësh një vlerësim ose një krahasim gazetaria dikur në periudhën pastaj trazirave, vitet 90-ta dhe tani? Ne kemi bërë gazetari të angazhuar. Rilindja, se unë pjesën kryesore të jetës time kam kaluar në Rilindje, është vendi më i panjohur prej opinionit, sepse aty nuk ka qenë vetëm gazet, aty ka qenë një shkollë politike, shkollë ekonomike, shkollë arsimore. Shkollë e mendimit. Shkollë e sakrificës, dhe kanë qenë një kolektiv i cili i ka vlu ide të veta. Ne jemi përpjekur me bërë gazetari të vlefshme për opinionin. Jo gazetari false, me thonë, larga saj, për shembull një gazetari që kundërshtohet, që s'pëlqejet është diçka tjetër, sepse mundet mos me të pëlqy një intervistë ose një shkrim që e bën dikush, edhe aty është qëllimi i gazetarisë, po me qenë kundër të ata që më thonë se me pasën mbretjet, më thonë ajo është e papranueshme, prandaj Rilindja ka bërë një avancim të jashtëzakonshëm. Dhe sot ka gazetar të jashtëzakonisht të mirët e tjera, po nuk më pëlqen sipërfaqësisht marrja e problemeve në mënyrë sipërfaqësore, edhe dyta, shumë etiketime. Etiketimet nuk i vlejnë gazetarisë. Gazetari nuk është për të etiketuar, është për të treguar një gjendje reale. Kjo nuk do të thotë që s'do të me kritiku, do të me kritiku shumë, po jo me e falsifiku një të vërtet. Jo etiketime personale, gjëra ekstreme. Absolutisht. Edhe armikun nëse e interviston, ti duhet ta intervistosh në mënyrë njerëzore. Armikun më përbetuar që mund ta kesh. Kur ta merr në intervistë, je si mjeku. Nuk mund ta zgjedhësh. E ke vendosur me marrë, do të thonë ti duhet ta trajtosh mirë. Kam përshtypjen që pak si ishte të jesh gazetar në vitet 90-ta? Fundi viteve të 80-ta, vitet 90-ta. Para viteve 90-ta ka qenë mrekullia vetë. Do thonë, kemi pas standard, kemi pas liri, kemi pas në vitet 90-ta, pastaj ndodhen rënimet, shkatërimet, ndodhin mbyllja e Rilindjes, ndodhi burgosja e njerëzve të Rilindjes, ndjekja, dhe me thonë një shkatërimi tonë, një shkatërim... Ke përjetu vështërsi edhe nga pushteti për ndjekje, gjëra tilla? Po jo shumë, për fatmi nuk jo shumë, po vetë fakti që është mbyllë Rilindja, dhe me thonë ka qenë dënimi më i madh që mund të marrë një gazetar.
Pastaj ndodhi mas asaj demokracia, ndodhen aktivitetet politike, unë rastisht, edhe pse kurse kisha menduar futa në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kuptimin unë isha aktiv në ato, po jo që do të marrë në funksion ndonjëherë, ndodhi që u bona kryetar i DG-s LDK-s atë në fushë Kosovë dhe jo reka pastaj kësaj pjesës tjetër. Vazhdove të politika. Po, pastaj ka qenë. Kur jemi te gazetaria, ka ndonjë histori që nuk e publikove kur, që ka mbet pik kështu, Jo, që të ndalua ose që... Jo, unë nuk kam pasur, unë kam qenë gazetari i kulturës, mbi të gjitha. Dhe me thonë, kultura ka qenë ma nërësh, ma jashtë, dhe me thonë, nuk kemi mujtë edhe me bë gabime shumë, dërsa cenzurat kanë qenë ma shumë të rubrika e mbrëmshme dhe të rubrika e politikës, sepse atërësh kanë qenë telefonat, dhe me thonë, nëse në dikuj në diçka nuk e ka pëlqyer, ka ngrit telefonin dhe kanë mujtë me pas pasoje. Unë kam pas vetëm një rast, që kam shkruar për një revist historianëve të ri të gjimnazit të Drenasit. Gjimnazi ka pas emrin Josip Broz Tito, pastaj është në emri dhe ka mo Skënderbeu. Ka qenë Skënderbeu, pastaj Josip Broz Tito. Mirë po fletushka e ka rujtën emrin e vjetër, dhe me thonë Skënderbeu. Edhe unë pa ditë, pa qenë informuar se çfarë ka ndodhur atje, e kom marrë revistën dhe kom shkruar një shkrim në gazetë. Atëherë komiteti ka reaguar, ka qenë se kanë menduar që unë jam të bashkëpunu me profesorët e tjerë se ka hilen atë punë, po duke u falenduar një mendje ndrituri të jashtëzakonshëm, e kjo është Maksut Shehu, i cili është tyra e artë e rilindjes, i cili sa po ka shkrepën, me thonë kjo ankesë, kanë qenë atër ankesë edhe të Mahmut Bakalli e të tjerët, a i ka ndërmjetësu për njerësh, i ka thirë atë komitetit dhe i ka thënë, kam qenë i pranishëm, kur i ka thirë njerë me telefon, gazetarin nuk u dzëni me ma prek, unë jo maj që mirënë me ta. Dhe më ka thënë, harroje këta, vazhdo ma të tje. Më thënë, ajo ka qenë Ka pas edhe situata e momentet tilla. Atjetër, shumë. Që i keni përjetu. Unë e thash në hyrje që nga 68-a, në ato protestat je angazhu, ke qenë aktiv. Po mandej u angazhove në politik. Si e vlerëson sot angazhimin tënd politik? Nuk e di, ajo ka qenë rasti, kur nuk e ko marrë. Unë nuk kam qenë politikan profesional, asë nuk ka shku mende se duhet me asë, unë kam qenë politik për të shërbyer. Për të shërbyer. Thjesht për të shërbyer. Në kohën kur unë jam bë kryetari i DG-s dhe DG-s në Fushë Kosovë, Fushë Kosova ka qenë e blokuar nga Bozhuri, organizata më famkeqe në Jugosllavi në atë kohë, dhe në Fushë Kosovë atër pa të mbiseduar në shokët, Josip Bugjovi e të tjera atje që po të mund të deportohet në Fushë Kosovë, atër është domethënë është një fitore e madhe. Dhe kjo është e qëllimi që shkum. Ndërsa fotografia që po shohim aty është vendi i parë i LDK-s, 5-91. Po, 91 unë kam qenë kryetari i komisionit zgjedhor, do të thonë personi që i kam numëruar votat e kuvendit, dhe jam shumë nostalgjik për atë kuvend të mrekullueshëm me gjithë elitën intelektuale të Kosovës, prej Idris Zajetit të thonë më rend, me njerëzit më të mëdhej, ka qenë një kuvend i jashtëzakonshëm pa asë një ngacmim me gjitha, unë jam të thonë njeri u gjallë dhe njerëz tjerë gjallë, me gjithë shka që ka qenë me të vërtetë në formë më të lartë demokratike, duke u falenderuar edhe ati Gjeniu që ka qenë aty, i cili kur e kam pyet, unë si kryetar komisionit, çfarë do të jetë kjo, ka thonë veç vota, prandaj për atë ja aty. Edhe jam shumë krenar se në listën cilën është dhonë, që aty jam të e deklaru, të e lexu emrat atyne që kanë fituar, jam sot krenar për atër se asë një lloj falsiteti nuk ka pas, janë zgjedhur ata që është dashur të zgjidhen. Prandaj, vitet 90 dhe mos ati kuvendi punët ne kanë shkuar mbar dhe kanë hecur, edhe pse ne kemi qenë të rrethuar me hekur, me barot e të tjera, duar that e të tjera, po në me të jam shumë krenar. Fotografia tjetër e dytë që më bënë po ashtu shumë krenar është e vetëmja fotografi me peshë historike, e ndodhur me 12 mars 1993 në aeroportin e Tiranës, ku ka qenë pritja e Ibrahim Rrogovës nga pas vizitave në botën e jashtme, konferenca për shtyp, në cilën në atë kohë në Tiranë ka qenë edhe legjendari tash, atëherë është një njeri normalisht i panjohur shumë, Adem Jashari, Mehmet Kraja, Sebajdin Krasniqi, Adnan Mirovci, Bina Kelmendi është poshtë, Muharremi, ambasadori i Shqipërisë, edhe të tjerë, do të thonë, është një fotografi historike e cila për fat keq një kohë pak është marrë me dilema, pak ka pasi
thashe theme që dim një banë në Kosovë, jo pse jo është... Po, fotografia është autentike. Absolutisht. Ti dëshmon që është autentike, sepse kanë thonë... Po, veç po e përmenim, se ato janë edhe fundit, në diçka që splitet, s'ka tani aspeshën e vetë, po është absolutisht autentike, është fotografie sakt, është fotografie mirë, është me gjitha vullnetet e mundshme, edhe, ta them edhe të, aty Adem Jashari është me kërkesën e tij për qenë aty, sepse ka qenë jashtë protokollit, ai ka qenë në Tiranë për çështjet e tjera, ndërsa zyrtar ka qenë Mehmet Kraja, shefi i përfaqësisë Kosovës, dhe unë si ndihmës i tij, Sabajtin Krasniqi që ka qenë në rilindje, aty Binak Elmendi ka nga Bujku i Prishtinës, me robaze të tjerë, domethënë fotografia është e saktë, dhe është një fotografi padyshim historike, sepse është e vetmja ku Adem Jashari dhe Ibrahim Rugova janë afër me njëri tjetrin, edhe unë them që është historia jonë është e mrekullueshme sepse i bën bashkë edhe burrat e mëdhej dhe duhet mi bë. Dhe kur gjë të keq që nuk ka nëse burrat e mëdhej. Fotografi? Mban mend ndonjë insert, keni komunikuar, keni biseduar me Adem Jasharin, me këta, çfarë është biseduar? Nëse mund kujtosh diçka. Po jo, është shumë e thjeshtë. Do të thonë, unë në vitin 1993 në janar, fund janarit kam shkuar në Tiranë. Edhe aty e kam gjetë me Adem Jasharin sepse ai ka qenë në grupet që kanë ushtruar në Shqipëri. Dhe ka qenë ende në Tiranë, do të thonë para se më kthy për Kosovë. Do të thonë edhe E ke njohur, do më thonë, personalisht? Jo, kam njohur, po kam pitë kapës, po kam njohur 30 herë. Do më thonë, keni biseduar? Po, jo, tash, hajde, shkojmë, se po mduket pak, nëse tash unë lëqova pak, se duhet e pohon për pak modestin. Mehmet Kraja dhe unë kemi qenë përfaqësit Kosovës në ditë. Kosovarët të gjithë që kanë qenë Tiranë kanë pas shtëpi atë përfaqësit, dhe me thonë, për gjithë shka, me pyet, me ndajt, me morë vesh shënduar në Kosovë, me nëjë telefonat, me bojnë të tjera. Dhe Ademi mas i kështë e krysh ato ushtrimet atje, po ishte shumë interesuar që në Tiranë ta kryonte një far aureoli me shqiptarët e Kosovës që ishin atje. Dhe më thonë, ti nxiste pak për diçka pak më ndryshe, edhe pregadite për marrë për Kosovë. Kur ndëgjoj që po vjen Ibrahim Rugova, më thonë, me kërkesën e tij që jam interesum, edhe këta, kom thonë edhe në intervistat e tjera, e ka quajtur i pari njeri që e ka quajtur Ibrahim Rugova në komandanti. Bilen atë kohë, komandanti ka qenë fjallë, jo fort e pranushme, nuk e di pse, po si shimsuna me pas komandant ashtë. Kështu që, po, ka qenë shumë i thjeshtë, kemi pi kafe, kemi nejtë, kemi biseduar, po, diapazoni ti, dhe me thonë, zgjidhja ti ka qenë për gjithë shka njetë që duhet me eksplodu. Po e zonë bashkë për luftën, është e vërtetë. Pra, e ka pas të qartë. Absolutisht. Absolutisht, dhe me thonë, ajo është ditën që ai person, edhe në atë kohë, për shembull, mu më pas vit në atë kohë, kësha thonë, po, kjo ka me shku me dikun që atë, dhe me thonë, krejt kotë, po që ka me vdik në luft, dhe me thonë, si të kthehet në Kosovë, ka qenë një parandjenje edhe te unë, dhe me thonë, mësone kur ka ndodhë, kam thonë, pse ka me ndu që ashtu, po mirë pas, dhe me thonë, ai ka pas sakrificën në shpirt, edhe aty dilemë nuk ka pas, po, ka qenë institucionalist, dhe me thonë, nuk ka qenë i shkafrëderë dhe që veç të mbrapoj. Të pak janë ata që kanë pasur rastin ta njohin edhe Ibrahim Rugovën, si që ke njohur ti, po edhe Adem Jasharin. Je me fatë? E konsideron këtë është kjo një lloj dorate? Nëse i besojmë dikujt, e që e quajmë Zot, atëherë unë konsideroj doratën më të madhe të mundshme që ka mujt me më dhon, sepse me ta dhon shansën me pas me njohë një njeri që ka me metë legjend, dhe i kemi 2 legjenda, vjen këtë që po thëmë, po Ibrahim Rugova është legjenda e trurit, dhe Adem Jashari është legjenda e pushkës, pa cilat, pa dyat bashkë nuk bën. Ti lëm interpretimet që thohen në format të tjera, dhe me thonë shpjegimet që na vynë ka herësh mi bo, po ato e në 2 legjendat që e bëjnë një legjend bashkë. Nuk e përjashtojnë njëna tjetrën? Absolutisht, janë aqronike, sepse mas këti takimi, Adem Jashari ka kontaktuar me Ibrahim Rugovën në 4 sy. Është aty Adnan Merovci, i cili po i tha ndryshe, nuk ka shtë të kalëzit drejt. Nëse unë i thom ndryshe, nuk po kalëzit drejt. Ndaj jemi tash dëshmitar. Unë i Adnanit edhe Adnani imi. Edhe kanë komunikuar në 4 sy. Pas këti takimi? Pas këti takimi. Vetëm këta të 2? Vetëm ata 2 në 4 sy. Qa kanë thonë, qka do që thojmë, në tash kishim pas, unë kisha pas që me thonë që ka thonë që shtu s'ka thonë, por nuk është të vërtet, asun, asat noni... Vetëm vet e din? Vetëm ata e din, dhe 2 janë atje, tash letë merën vesh. Kur ndodhi prekazi,
Dhe kur e kuptove fatin e familjes Jashari, si e përjetove ti edhe për faktin se e njihje? Jo unë, po unë po ju të regoj Ne gjithë e kem përjetuar. që e kanë përjetuar Kosovarët në Shqipni. Të gjithë kanë qenë në një zhitë të mërshme dhe të gjithë kanë qenë në vaj. Të gjithë, a mu bashkë gjithë, sepse fotografit kur kanë ardhë, kanë qenë një masakër i të mërshëm, diçka e papërballueshme, edhe po ju betohem, atëherësh fotografit i kom marrë në gazetën Rilindja, tasaj masakre, edhe 1-2 herësh i kom qele dhe kur mo, asot e kësë ditë nuk du me i qele me i pa, se ka qenë një mish i gjallë. Me thënë ka qenë dishka e trishtueshme, e jashtëzakonisht e keqe, mirë po, liria është ajo që ka herësh kërkon çmimet më dha. Faleminderit shumë. Do të kalojmë tek Ibrahim Rugova. Si e kujton ti Ibrahim Rugovën në aspektin personal, sepse letërsia ju lidh, gazetaria, Rilindja? Unë bëhem shumë i ndishëm, kur e kujtoj sepse është e vërtet, nuk po du me shit falsitete këtu, po vlerat e ti kanë qenë të jashtë zakonshme, urtësia e ti ka qenë e jashtë zakonshme. As një herë, as njenin prej nesh, kur nuk na ka lëndu, edhe kur ne kemi bo punë për të që kemi lëndu atë. Më thonë, gjithmonë u përbjek me gjetë një zgjidhje. Unë e kam do shumë, sepse me thonë, kam marrë porosinat të jashtë zakonshme se kam qenë përfaqësi në Kosovës. Me thonë, mu më ka leju dhe me të krajnë, pa dyshim edhe të tjerët, po kur jam përpjekur me ditë çka me bëna atje, më ka thonë veç kallëzoje që natë Kosovës në Shqipni jemi në vendin tonë. Dhe ta dinë, me thonë, mos u mundoni me shit mend atje, sepse s'është mirë. Me thonë, një njeri i urtë, jashtëzakonisht i urtë, njeri që na ka leju me punu në kokën tonë, ndërsa gabimet që i kemi bë, ai ka marrë vetë, i ka marrë në heshtje, prandaj është diçka e jashtëzakonshme që na vjen edhe sot. Unë them se kam një bindje tjetër subjektive që Ibrahim Rugova, dhe me thonë, mas Skënderbeut, që është legenda më e madhe që ka mujtë me qenë historinë tonë, po ai shpatës, ndërsa i mendjes, është Ibrahim Rugova. Cëllën e përsërit Adem Jashari gjithsesi, sepse sakrifica e tij është shkon në lidhet me Skënderbeun atje dhe bën bashkë me Ibrahim Rugovën, është treshkja më e madhe që ka pas populli shqiptar ndonjëherë. Për bindjen time. Faleminderit shumë. E kam një poezi që ja ke kushtuar Ibrahim Rugovës vite më pas, domethënë pas vdekjes. Tani unë dua ta lexoj. Lutu për ne vlla Ibrahim. Pra, ke kërkuar një lutje. Dhe poezia është kështu. Sa fort më ka marrë malli me të taku, ngryk me të marrë me të tregu. Shprej se u largove prej nesh, poshtë na ka rënë katundi. Toka po na rëshqet në këmbë. Djeli po qanë e qieli si qadër e shqyër, po na ngushtohet mbi krye. Ti ike dhe ne harruam Zotin, me dhëmb shoqi shojnë po e kafshojmë. Po na tepron liria e ndrume, si cjapi po shkojmë te kasapi. O Mesi, të stolitur me brekushe kuqezi, po valzojnë anë mban vilajetit, rreth e rrotull derit e sarajet e mbretit. Ulërim e byrytemi si të trent. U kemi hipur në shpin ujqërve e po i ndjellim qent. As dreqi se mervesh çka duam, ku jemi e ku po shkojmë. O shpirti i shejti Dardanis, vlla Ibrahim, atje ku je, mos na harro, lutu për ne. Çfarë ndjesie ke përshkruar? Kështu e ndjen situatën. Po, për fat keq, me thonë, unë nuk jam prej atyne që jam shumë i zhgënjur, sepse mas luftave gjithkund në botë ka pas dobësi, dhe vendet më civilizuara, po një Kosovë me sheku e robnuar nuk mund tjetë shumë e këtjellet mas daljes, mas robnis, mas okupimit. Po, unë mendoj që pak e kemi tepruar dhe kemi shqitur ma shumë se që duhet, sepse ma shumë se njerëzve të Kosovës që është dashtë liria, dhe të gjithë ne, ma shumë se ne që duhet të ambrojmë lirin, nuk, ju e dini, jemi dëshmitar gjithë, ka pasën, nuk po ekstremizoj, po nuk na ka pas hije
në vitin 2025 të jemi këta që jemi. Edhe, po, unë jam i LDK-s militant i pa lëkundshëm, po Vjersha ka qenë ma shumë e shkruar nga kandi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse kam qenë i pak në aqër edhe me zhvillimet e partisë time. Dhe normalisht se s'kom pas ku mu e drejtu tjetër kuj, po Ibrahim Rogovës, Sajusit saj, Krijusit saj, dhe po, Vjershën e kam një si të tillë, bile mund të fshihet që artistikisht nuk më përpjek në thonë as një send, po më përpjek me qenë përmbajtje një... Mesazhi me qenë bitë gjitha. Absolutisht. Unë e mendoj që nëse jemi që ati besimi edhe nëse ka diku një diçka, ne di që Ibrahim Rogova dhe sot dhe kësa ditë lutet për ne. Po e kom lutet edhe njëherë që lutet edhe pak ma shumë. Faleminderit shumë. Do të kalojmë publicitet dhe kthehemi në pjesën e fundit. Hey, Shirknej, kalon pakon Infinite e fiton mundësinë me ble biletën në Sunny Hill Festival me 12 koste. Vizito cilën do pikë të epës. Veze kamerën filloj drama Telenovelo bu me dalë me ty ma bej Lezet ka vera pa jarana Ipka, fol shlirë. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartment luksos në Bregdetin e Ulqinit. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike të qytetit, tek bulevardit e Uta, si dhe me pamje nga valët e detit Adriatik tek kompleksi Sunrise në Meteriz, mbi kalan e Ulqinit, një nga atraksionet më të famshme dhe historike të qytetit. Banesat ofron me mundësinë e pagesës nëpërmjet kësteve. Shijoni një qëndrim të qetë dhe komod, ndërsa jeni vetëm një hap larg nga historia dhe kultura e pasur që ofron qyteti i Ulqinit. Për më shumë informata, ju lutim që të na kontaktoni në këta numra informues.
Shërknej. Kalon pakon Infinite. E fiton mundësinë me ble biletën në Sunny Hill Festival me 12 koste. Vizito cilën do pikë të Ipkos. Veze kam e non filloj drama Telenovelo bu me dal me ty ma bej Lezet ka vera pa jarana IPCO. Fol shlirë. Jeto pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tab Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Tab. Jemi kthyer në studio, jemi në pjesën e fundit me Skënder Zogaj. Do të vazhdojmë bisedën duke I parë 2 fotografi në LED dhe t'i komentojmë kanë të bëjnë me angazhimin tuaj. Po. Fotografia e parë është e viteve 1974-75. Janë pjesëtar të grupit letrar të universitetit, të gjithë këta. Aty janë personalitete po ashtu të rëndësishme, nga Njazemi, I pari këtej, Nazmi Misini, gazetar, Ilyas Prokshi, poet, Gjemal Mustafa, Qani Mehmeti dhe Azem Zogaj, Ibrahim Gashi poshtë, Ryshdi Shusha dhe Saledin Krasniqi që poli, Nergize Kelmendi dhe I me zonjë Rushës Gjoshaj. Me thonë, kanë qenë një ekip që atërësh e ka vizitu gjithë Kosovën me orë letrare të ndryshme dhe ka qenë koha kur unë kam fillu më këthy me bashpi në këtë zonjën që është në fotografi. Kur jeni njoft? Kur jemi njoft, kanë qenë vitet njërës. Shtë që është një fotografi shumë e mirë për mu familjarisht, po edhe me kolegët. A ju lidhi letërsia I bjen? Me poezi u njohët? Po, si pas gjitha gjasave, po, sepse në aktivitetet e tila e kemi njoft ma mirë një tjetërin edhe metëm bashkë. Po, ka qenë një debakl tjetër, sepse jemi sinqert, me Rushe ka qenë poetesh ma I mirë se unë. Po, kur unë me t'ju marrë me shkrime, edhe ajo filloj mu marrë me fmit, u ju kushtu fmive dhe I ku për poezis, që është e vërtet dhe tash në pleqni është ka bënë dishka, edhe unë po gëzojnë në shumë, sepse ka mujtë me qenë një poetesh shumë e mirë. Shtë që më vjen keq, ka sakrifiku shumë për familjen, edhe po e thëmë publikisht, se se kom thënë kur, po shojzoj se dhe zonjët që nga këtu, ka nështë edhe shëhret me thonë, sepse një burrat ka herësh I mshefim disa gjërat dhe nuk I themi deri në fund atë që duat të themi partnerëve tonë. Ajo zonjë më ka bo shpi, edhe unë kam arsitu nështë nëse ka pos diçka të mirë të unë, se nuk mund të bëhet një rezultat pa një grua afër një burri, nuk mund të bëhet kurrë sukses. Faleminderit për këto fjalë të bukura. Nuk do ta komentojmë fotografin tjetër, me qenë se folet për zonjën tuaj. Ne kemi një video të veçantë me këtë rast. Surprizë. Ta ndjekim video. Përshëndetje për të gjithë në studio. Përshëndetje për ty Resul dhe shikuesit e emisionit tuaj. Përshëndetje të veçanta për bashkëshortin tim Skënder Zogaj, I cili është aty në studio me ju. I kemi 51 vite bashkë që na lidhi poezia arti. E në këto 51 vite ne kemi krijuar një familje të madhe, me 3 djemë, me 6 nipër e mbesa që I duam shumë. Skënderi është një idealist I madh, ai është punëtor, është trim e mbi të gjitha poet I mrekullueshëm. Me qenë se neve na lidhi poezia, unë dua t'ju përshëndes me 3 vargje të poetit të madh Dritëra Agolli. Jemi dashuruar dhe sharë, jemi ndarë, hidhur në udhtim, por drejt njeri tjetrit kemi ngarë. Faleminderit shumë, zonja Merushe. Pra, me vargjet e Dritëra Agollit, 3 pjesë. Jemi dashuruar dhe sharë. Jemi ndarë hidhur në udhtim, por drejt njeri tjetrit kemi ngarë. Absolutisht.
befasia shumë e madhe, se më ka shku në mendje që mund tjetë këtu, po dhurata shumë e madhe, edhe unë ty mendu se duhet njëri prej partnerëve të fletë mirë, pole për më rushën, po e di që kjo këtë anën tjetër po më revanshohet. Faleminderit ty dhe emisionit. Faleminderit shumë. Po, është e vërtet, më thonë, sfida kemi pas shumë, por fatë mirë, gjithat mira, më thonë, i kemi kurorzuar mirë dhe nëse njeri ju punon sinqerisht, nëse njeri ju nuk i manë dy anë ndryshme, e ka një qëllim, cili do që tjetaj, pa tjetër ka me qenë triumfal, unë kështu mendoj. Dhe kësaj besoj dhe kjo është e vetmja porosi që jam përpjekur ta mbjellë familjen tim. I ke kushtuar një poezi? Në Rushës? Jo. Jo. Se? Sepse gjitha poezi që e shkruaj për te është e dobet. Okej, poezia më e mirë është vetjeta juaj. Absolutisht. Po i bie me 3 strofa, 3 fëmijë. Po, jemi shumë të lumtur me fëmijët, jenë, në me thonë, tash krejt rritun, krejt kanë fëmijë, të gjithë e kanë nga një vajzë nga një djallë, një vajzë një djallë, dhe me thonë edhe naturalisht edhe me numra në ka ndihmu natyra me qenë mirë, sinqerisht, pa asë një lloj falsiteti, jemi shumë të lumtur. Absolutisht, po, se s'ka këna kanë të këshirë, kjo është familja ime, këta janë rejat, djemët, nipat, mesat. Na mungon dhe një më e vogla, sepse ka lindur mas kësaj fotografie. Kështu që, çfarë të them? Ndihesh i përmbushur? Absolutisht. Absolutisht me të gjitha. Vetëm i kthehna se të gjithë zonjët, sigurisht prindërit e tyne, kur na kanë shku prindërit në Kosovë dhe si gazetare kam përjetu 100 herë, thoshin pleqet për na jetë syni qelë, qka për ndodhë nesër, se ishim të robruar. Ishin këtë andra ishte qka për ndodhë, jo ajo që po vdese, që është i lodhën, që është mundje. Edhon, tash jem qatë mosh, po thamë, qëparë nesër, qëparë i pret nipat dhe mesat. Andra ime është që ata në tjenë mirë dhe kjo është zhvillim të ecën. Nëse kjo ndodhë, absolutisht jam tepër i përmbushun, asnjë kërkesë nuk e kam tjetër, pos me shkruan e parvjershe edhe me qenë kështu në komunikim me njerëz, mu knaq, mu pa. Faleminderit shumë. Djem, cili ka vazhduar rrugën tuaj? Driloni. Driloni. Po, kjo në Skaj është, tash është momentalisht konsul, është në konsulatën, shefi konsulatës në Ajova, është në diplomaci, ka qenë gazetar dhe është personi që më ka njekë ton jetën. Në më thonë, gazetari, politik, ato ku ke qenë ti? Ato si është shoku ju i kolegu juaj, edhe i përkështuar, pa dëshim se gazetari ton jetën e ka pas gazetari, edhe është ndiku, pas taj lëshu fotografi se kamerës, edhe njëm shumë i lumëtën edhe me punën e ti, dhe barat që sa po muj me pa, nuk është ndoni që kam nevoj shumë rrët, me thonë, mendoj që ndërsa një vogli që është në Skaj këta është në Danimark, me familjen e ti atje, dhe me thonë, ma i pashkollomi, po ma i miri për familjen, sepse t'jemi sinqert në kohën e krizës, a na manë me boke, na manë në gjitha. Po, jemi sigurt me ta. Nipat dhe mbesat, ka janë? Ka i kanë orientimet kështu? Po i orienton gjyshi? Ka letërsia? Jo, jëm përpjek me qenë neutral. Dea ka prirje, po e në fëmijën, e në dvegjën. E që është e vërteta, era është në këna anën tjetër, ka prirje për artë figurativ. Dhe thonë, bile vizatimet që i ka bom për shtypje që duhet, unë jam interesum me fut në këtë botë, sepse unë e du artin. Me thonë drejt, nëse këtë botë e lufton për para, unë e kom qef me luftu për artin. Me thonë, nuk e di, po krejt pare të botës i kisha dhonë për një të mirë të artin. Qefi im është me qenë të gjithë të orientum ka artin nga publicisti. Faleminderit shumë. A ma këtheni regjia ju lutëm atë fotografin që metëm pa e komentu, ta komentojmë, sepse jemi në fund. Kjo fotografia tjetër? Po, kjo është me shkrimtarët ma eminent mesin Bedri Dedja dhe ky personi tjetër është Odhise Grillo. Po. 2 emrat më të dëgjuar, 2 emrat më të mirë të letërsisë shqipe në Shqipëni dhe në Kosovë. Sokol
mikun vemni, dhe më thonë, janë ekip e shkrimtarëve që sa kam qenë në përfaqësitë Kosovës, më kanë vizituar vazhdimisht, kanë qenë adhurues shumë të madh çështjes Kosovës, kanë bërë një propagandë të jashtëzakonshme në mesin e shqiptarëve në Shqipëni anë e kënd për ta thelluar dashurinë mes Kosovës dhe Shqipënisë me njerëzit që ishim të dy palët, ishim megjithatë të panjohur sa duhet. Pastaj nuk i kuptonim shumë njëri tjetrin. Jo mund të Akoma vazhdojnë ato mos kuptimet edhe pse. Absolutisht. Prandaj ata meritojnë me të vërtet lavdet më të mëdha të mundshme sepse kanë qenë kontribues, kanë qenë herojt të ofrimit të Kosovës me Shqipërinë. Edhe unë jam mirënjohës, tash ata pjesa dërmuese kanë vdekur, po i përkulem varrit e tyne, kujtimit e tyne, ndërsa Odise Grillon e quaj një farë babe të dytë, sepse ka bashkëjetuar dhe më kanë nxitën poezon të poezia për fëmijë, unë ju marr e të tanën ka pak, po më thoshte ti veç për fëmijë i mirë, për të qera të leq. Të ka orientuar një farë. Ose, a ishte shkrimtar për fëmijë, më i mirë që kemi. Kështu që mirë që pas ke marrë këtë fotografi, sepse padyshim familjet e tyne mund ta sheh duke shpëtyne dhe është mirë me pa, me tregu që megjithatë njerëzit në Kosovë, gazetaria në Kosovë, njerëzit si Resulli në Kosovë të tjerë nuk i harrojnë. Edhe kur që themi, ne jemi mirënjohës dhe falenderues të gjithë njerëzve në Shqipëni, sepse e dini gjysmë milioni njerëz na kanë marrë, na kanë shtynë sofrat e tyre, në shtëpitë e tyre. Faleminderit shumë që ishe sonte me ne. Faleminderit për intervistën dhe gjithë çka që kujtuam bashkë. Faleminderit juve, faleminderit zonja, sepse megjithatë jeni një vlerë e veçantë të këtij emisioni. Jeni të bindur, nuk po flas veç për sondit, po sa herë që e shikojmë emisionin, flasim edhe për ju. Do të thonë, prandaj kjo që jeni aty, do të thonë, madhëroni këtë emision dhe na bëni me e kuptu që kjo shoqëni, kjo gazetari, këto media nuk janë vetëm, dhe Resulli nuk është vetëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për duart rokitjet. Faleminderit për fjalët e mira. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues nderuar, ne ndajemi këtu sot, shihemi bashkë të